Ashtu si që përmendëm më herët, tash është radha të jemi në lidhje direkte me menaxherin Sergio Mezi, me të cilin do të diskutojmë gjëra gjatë për futbollin. Sergio, faleminderit shumë që ke ndonë kohën për neve dhe dëgjuesit e Radio Dugaxhinit. Përshëndetje, Naim, uroj për emisionin edhe sa më mbar, sa më mirë. Një lajm shumë i mirë që e pam tashmë në medje, angazhimi juaj si scout i jashtëm i ekipit italian Cittadella. Po, saktësisht ashtu është. Kam kohë që punoj për Cittadellën, për ekipin Cittadellës, që ka qenë në vitet ku ka qenë te Serie B në Itali. Normalisht drejtuesit e pan të domosdoshëm për projektin afatgjat të më ofroshin këtë lloj kontrate. Velet për të thënë që duhet një punë shumë e madhe për të arritur në objektivat për disa vite që klubi të hypi në Serie A ose në Serie B, domethënë për më lart, si nga pjesa akademisë, si dhe nga pjesa e ekipit parë. Besoj një nga faktorët që i ka çuar ata në këtë vendim është edhe puna juaj që bëni tash një kohë në futbollin italian, po është edhe një farë lloj kënaqësie edhe në aspektin personal, punosh me një ekip italian. Fatikisht, normalisht kjo unë ndjehem i vlerësuar nga pjesa, ishte e befasueshme si propozim. U bë që nga muaji janar shkurt që neve normalisht ato ma kanë propozuar si punë. Normalisht kjo vjen nga puna që unë kam kryer gjatë gjithë këtyre viteve si menaxher, po ashtu dhe si ndërmjetës në lidhje ndërmjetësimi nëpërmjet dy klubeve, për shembull akademik në klube që vishin nga poshtë. Falë këtyre kanë dalur shumë lojtarë të talentuar që klubi i Cittadellës i ka mbajtur aty, i ka dhënë një projekt sportiv lojtarëve, edhe po ashtu normalisht kanë debutuar dhe këta kanë nesër përpara dhe janë transferuar me klube shumë të rëndësishme. Marrësh kas nga janari, shitëm dy lojtarë 2010 italian që ishin dy lojtarë nga më të mirë të regiones të komunës të Venetos, edhe aty Unisola, domethënë i përzolla, plus pastaj më mbrapa i shitëm në te skuadra e Komës të Serie A. Kështu që kush sjell benefite, normalisht financa, si talente, normalisht i hapet një punë. Objektivat nuk janë këtu ku janë për mua, sepse unë normalisht jam i licencuar si drejtor sportiv. Objektivat avash, step by step, të arrisim aty ku duhet me arrit të objektivat. Si projekt e kemi dhe si objektiv e kemi që të arrisim bilancin, të arrisim edhe benefitin e lojtarëve, po ashtu dhe vendin në renditje, kurrëzohemi vitin e ardhshëm si fitues i ekipit të Primaverës për vitin e ardhshëm, që vitin e ardhshëm do jetë si objektiv kryesor nga Primavera 2 të hypim në Primavera 1, që do jetë një gjë shumë e madhe dhe është kushti kryesor i objektivave. A mund të jetë kjo përmes ju një lajm i mirë edhe për futbollistë shqiptar që ndoshta synojnë tregun italian? Naim, të shë vërteta, kjo ka qenë një nga objektivat e mia personale, që të afroj sa më shumë lojtar shqiptar, edhe jo vetëm. Normalisht këtu është një problem që duhet një pasaportë europiane që të përdoremi dhe të federohet lojtari tek projekti. Unë nuk e qyj vetëm te Cittadella, po e qyj tek projekti im. Sepse normalisht duhet të them më tingëllon më bukur kur kam projektin tim. Te projekti im, kush beson te projekti im, është i hapur të vit ta sjellë lojtarin, edhe nëse lojtari arrin objektivat e veta, mund të eci përpara. Mund të kap një rast shumë që është për tu
dhe për t'u habitur ishte një lojtar që erdhi nga Akademia e Tiranës, erdhi në Itali, vjet, këtu u hypi në kategorinë 7 për shkak të federimeve, po ta zej si shembull që normalisht kjo ndoshta ndihmon edhe prindrit e lojtarët. Ai erdhi këtu në fal të shkollës, ju dha drejta e shkollimit. Këtu unë dërgova të një skuadër që ishte në kategorinë e 7, në nivelet amatorale, po ai nuk ishte në këtë lloj niveli. E mora në 2 seanca servitore tek Cittadela. Atje ai sot ditë ka një ofertë nga ekipi i Cittadelës në Primavera 2. Kështu që nuk do thotë gjë. Domethënë që lojtari do të jetë sezon ku e shohim ne Sampdoria, Inter, Milan, Torino. Lojtari talenti e nxjerr vet në pa talentin e vet. Normalisht nga kategoria 7 të zbresësh të hypësh lart në Primavera 2, që është profesionale, është shumë gjë e madhe, sepse nesër pas nesër luan me Napolin, ke kampionat ke Napolin, që Napoli normalisht do elitojë në kampionatin në Primavera 2 vitin e ardhshëm. Kështu që është shumë gjë e madhe. Kush beson, edhe unë këtë e them me të mëdha, me shkronja të mëdha, kush beson tek projekti i çdo lloj personi pa të jetë profesional. Domethënë nuk po ka vetëm rastin tim si Sergio, po kush beson duhet besoj për një të ardhmë një projekt sportiv për fëmijën e vet. Prej asaj që ke pa te skuadra e Cittadelës, si e vlerëson si klub? Edhe organizimi edhe gjithçka rreth Cittadelës. Naim atëherë skuadra e Cittadelës normalisht është një qytet shumë e vogël. Është një qytet shumë e vogël që aty normalisht ato fëmijë që shkojnë dhe kanë fatin të stërviten te kjo skuadër ose te kjo akademi, normalisht këtu ka konvikt, shkollë, sport. Për fat të mirë, diskotekat ne kemi shumë larg. Jetën e natës. Kështu që është një disiplinë temase, është një projekt normalisht që e ka kriju dhe vetë klubi këtë lloj disipline, këtë lloj projekti sportiv, që fëmijët nesër pas nesër, në qoftë se nuk do bëhen futbollista të njohur profesional, dhe nesër mund djegin edhe shkollën ose mund bëhen edhe njëri me atë lloj disipline. Por ku i thua për momentin një prindi do ta çojë në Cittadela djalin, për momentin thotë ora ku i bie Cittadela. Po dhe unë vetë, para disa viteve, edhe unë vetë ora ku i bie Cittadela. Tu të fuça në Google për ta parë që ta shifsha. Cittadela është në zemër të Italisë, ka afër 1 orë ka Bolognen, 20 minuta ka Venecian, ka Padovan, që është në zonën e komunës të Venetos, që është shumë domethënë dhe ka shumë scout që vinë. Dhe për këtë lloj gjoje unë uroj shumë çdo lloj prindi, çdo lloj lojtari të fusi të shikojë historinë e Cittadelës. Cittadela ka qenë një nga ekipet që ka pas para 2-3 vite mos gaboj, ka qenë gati në play-off për të futur në Serie A. Ka pas një skuadër shumë të mirë. Dhe një nga këto ka qenë dhe Elan Kastrati, lojtari i portieri i kombëtarës tonë shqiptare. Kështu që normalisht ranë për ato arsyet e veta, si çdo lloj klub, bën edhe gabime, bën edhe gjëra pozitive, por normalisht ideja është gjithmonë që të jetë për më mirë. Si ambient janë njerëz shumë të dashur. Sekreti i tyre është që i popullit Cittadelës janë shumë pakët, janë të vogël si banor, por edhe që njihen shumë me njëri tjetrin. Normalisht ato jetojnë për Cittadelën, për skuadrën e Cittadelës, edhe normalisht domethënë unë shpresoj shumë që të kemi nesër pas nesër të kemi sa më shumë shqiptarë aty brenda. Në këtë lloj kohë që ne jemi duke në këtë lloj momente që ne jemi duke folur, aty në këtë lloj momente janë 2 shqiptarë shumë të rëndësishëm që janë për Primaverën, që i kam dërguar unë. Ka qenë dhe në vjetë dhe një djalë nga Kosova, nga shqiptari i Kosovës, me mbiemër Bytyçi,
ai djali shkoi për uazim në një klub tjetër. Normalisht gjithmonë epiqendra është për të shqiptarët. Dihet ajo, domethënë, teknologjia, logjika. Sot është bërë periudha që ke fillu me transferimet ose me futbollin italian, edhe i kom pas që ka pas edhe lëvizje të futbollistëve që ti ke në menaxhim kohëve të fundit. Cilat janë ato? Po, me thonë drejtën, janë hapësira, jemi duke diskutuar, duke janë detaje, domethënë më tepër, nuk janë konkluzion, sepse normalisht ku i prezanton një letër interesimi një klubi për të marrë shërbimet e lojtarit, normalisht nuk është që i bëhet shefi, po do ta shohin në detaje sipër, ku është shumë rasti mirë ku lojtari del i lirë dhe i mbaron kontrata, është më kollaj akoma, siç e dim gjithë. Unë në këtë lloj momente, për fat mirë, kam dërguar 3 lojtarë në Kroaci. Në Kroaci dhe këto vinë nga moshat e U18-s dhe U19-s së Shqipërisë. Jam në diskutime, sepse kemi pjesën e training compensation, që është pak problem, domethënë të diskutosh me klubet, nuk po them vetëm kosovare apo shqiptare, por në gjithë botën është problem, sepse ai për këtë punë bën. Çdo lloj ekipi për këtë lloj pune në fund ditës don të paguhet. Por normalisht caktohen edhe pjesën e përqindjeve, bëhet marrëveshja edhe kjo. Unë 2 lojtarë që i kam te Rudesi, që pres ti firmos te Rudes në Kroaci, skuadra që fitoi kampionatin e kategorisë të parë në Kroaci dhe vitin e ardhshëm do lutojë në Superligën në kroate, që është shumë gjë e mirë. Pres të mbyll edhe një lojtar tjetër gjithmonë thash nga Shqipëria të moshat tek Mura në Sloveni. Jemi në diskutim edhe për lojtarin tjetër në Çeki, Shyti, bëhet fjalë. Ai është në Çeki, edhe pritet domethënë që të debutoj shumë shpejt, të marrë dhe gjithmonë në rast të shkohet mirë, domethënë të bëjmë të Slavan Liberec i ekipit parë. Fantastike. Jeni njos shumë i mirë i tregut italian. Ka shumë futbollistë tash që po i shohim shqiptar në Serie A. A mund të presim që mund të ketë ende prurje të reja në kampionatin italian, Serie A? Po mendoj shqiptar gjithnjë? Po tashi, normalisht tregu, ne kemi arritur me një stek shumë të lartë si lojtar, edhe si menaxher. Flas tu, domethënë menaxher që sot dite, domethënë po bëjnë transferime shumë të frikshme ose po bëjnë ndërmjetësime edhe të frikshme. Kam rastin për shembull të Mehmetit, që Mehmeti për shembull ka qenë për të firmosur në janar me Udinesen. Edhe ka qenë dhe interesim edhe nga Napoli. Janë lojtarë që janë debutues, kemi lojtarë domethënë që nuk jena më para që qofse i vishim, shkoshim, po flas para 15 ditëve, që i luçim drejtuesit dhe në bushkonim të dera, shikoj edhe këtë fetarin tonë se është ashtu. Kështu që sot domethënë vinë të hapin telefonin, të marrin telefon, thonë që mos si lojtarë në vëse unë jam interesuar të ky lojtari. Normalisht ka edhe është dhe pjesa e favorite në im, që është dhe pjesa që ne kushtojnë atë pak. Kupton, është dhe kjo pjesa e kësaj. Ne nuk jemi tek pjesa që duam 100.000 euro rrog lojtari, 200.000 euro rrog në muaj. Për flasim. Se ka lojtarë të tillë që i kanë marrë to pjesë. Por problemi është domethënë që ne mirë kësaj që ne kushtojmë pak, por ne kemi dhe prurje të reja, kemi lojtarë të mirë, cilësor. Vit për vit jemi duke duke shku përpara. Dhe shkaku që nuk mund transferohet një lojtar në Serina, ka dhe problema me vendin e jashtëm komunitare, sepse ai drejtor për shembull të marr Torinon, që unë kam mik drejtorin sportiv të Gianluca Petrakin, thot më shit të 2 lojtarë, thot që vin ta vendin tatë, kupton, e lojtarëve tuaj. Kaq shkollash. Kështu që
ta jep domethënë që mi t'jap domethënë. Kjo është logjika. Kështu që por gjithmonë ka pruje domethënë unë shpresoj shumë nga shqiptarët, po problemi është kryesor është vetëm pjesa e pasaportës. I uroj shumë gjithë të lojtarët që patën të kenë një pasaportë të dytë derisa ne tym në Europë. Edhe pasi jemi në diskutim, e kam edhe një pyetje të fundit. Si e vlerëson angazhimin e trajnerit Rolando Maran te kombëtarja e Shqipërisë? Atëherë, unë fatikisht kam qenë shumë i rreth te deklaratat e mia. Edhe në të çdo intervistë që kam dhënë, edhe du t'i rri asaj linjës time që Shqipëria ka gabuar me Maranin. Nuk e di, kam të bindjen edhe më shty një bindje si ku ka qenë edhe ku mori drejtimin Panucci, se s'po më vjen emri. Tani një trajner në radhë parë kur ti e projekton, nuk mund ta projektosh vetëm për X menaxherit që e ka mush komplet kombëtarën shqiptare me menaxhimin me firmat e veta. Do të shikosh pak edhe për pjesën e tifozëve të ris, do të shikosh edhe që ne kemi një popull mbi të gjitha, kemi një nacionalitet, domethënë bën shumë dome. Tani të marrësh një trajner që unë do ta ul akoma më shumë bisedën, domethënë dhe këtë do ma lejosh, të lutem, të marrësh një që ishte pensionist. Këtu ishte pensionist. Edhe normalisht i japësh benefite më shumë për 300 euro më shumë nesër pas nesër që ai do marrë për pension, ku dali pension. Kështu që kjo është domethënë shumë brutale. Domethënë unë kështu e konceptoj, sepse normalisht neve e rritëm nivelin ton. Ishin to që e rritën nivelin, domethënë kombëtarja jonë, federata e gjitha gjën, e rritëm bashkë me trajnerin. Neve në pam shikonim një futboll të bukur. Na mësoi ofensivitetin, lojën ofensive, na mësoi Silvinho. Por nuk tash unë shoh tash këtë Maran, nuk kam frikë, ka për të po 3-5-2. Do kthej Shqipërinë në Europashën, që do themi do bëhet ubuzin, edhe ai inshallah nuk ka gol. Po kjo nuk është për nivelet e tona, domthonë ndërkombëtare, ku aty ku duam ne të arrisim më parë. Dhe pastaj Shqipëria nuk mund ta ndrosh ti dhe një sistemin e lojtarëve në këtë logjik. Më vërtet që ne kemi lojtarë të mirë. Kemi lojtarë të mirë që ata janë profesionistë, më the tash. Por problemi është që gjithmonë do kemi probleme të hashim asociacione, sepse kur ekipi është mësuar ofensivitet u bokati 3 vite, të tentoj portën, të bëj gola, nuk do i duhet shumë punë të kthehet mrapa. Pastaj ku ke mbrojtës aty pastaj problemi. Të dalin të pjesat defensive. Ti ke mbrojtës e ke Jim Shitin që është duke të lënë karrierën. Edhe Ismailin po ashtu. Një që në mbrojtës ke vetëm që është Take. Që është një lup që luan në Rusi. Me Ajetin e luajnë prapë. Ajeti me gjithë respekt ka dhënë shumë për kombëtarën shqiptare dhe janë mirënjohës. Por problemi është që duan lojtarë të ri. Po lojtarët e ri, si vinë lojtarët e ri? Duke pa që ka mund lojtar si menaxher, t'i japet një shans, t'i jepet dhe një shans një menaxheri tjetër, normalisht, po jo çdo lojtar që të kaloj, domethënë që të shkojë te kombëtarët, të kaloj nga një menaxher që quhet Sergio Mezi. Po e qysh shumë tash, se do të përmend emra, se nuk do ta bëj dhe gojën pisë, kupton se nuk ja vlen. Por logjika domethënë këtu të çon domethënë. Por unë uroj kombëtarës që tesi përpara, uroj paktën domethënë që ato si profesionista ta mbledhin situatën, por e shoh shumë vështirë. Faleminderoj shumë për kohën që ke dhënë sonte për neve dhe uroj shumë sukses në aventurën e re. Faleminderit Naim, respekt dhe unë të uroj gjithë mirat e mundshme. Faleminderit shumë.